Kreu i Shqipëria bëhet Adriatik Lapaj së bashku me mbështetësit e tij u rikthye sërish mbrëmjen e djeshme para kryeministrisë pas tensioneve të regjistruara mesditën e së dielës ku gjatë protestës të organizuar nga vetë ai u përplas me efektivët e policisë. Në orët e para të mesnatës, policia ndërhyri sërish, duke u përplasur me kreun e Shqipëria bëhet të mbështetësit e tij. Gjatë kësaj situate, raportohet se Lapajt i ka rënë në kokë bombulla e gazit dhe për këtë arsye është dërguar në spitalin ushtarak për mjekim të specializuar. Ndërkohë, Blut nga ana tjetër ka shoqëruar doktor Eduard Kaca, antar i lëvizjes Shqipëria bëhet, i cili prej 20 ditësh ka ardhur nga Dyzeldorfi për të protestuar përballë kryeministrisë. Vet Adriatik Lapaj ka reaguar ashpër pas incidentit, teksa ka shpërndar një video në rrjetet e tij sociale ku forcat e policisë heqin çadrat e vendosura. Lapaj shpreh se nuk do të dorëzohet, por do të kthehet sërish në shesh. Edi Rama të bëj përgjegjës ty, miq. Mbrëm pas mesnatë, 10 forcat e Edi Ramos u sulën të tërbuar mbi ne, i gjendur përballë dhunimit të së drejtësime kushtetuese. Për të shprehur vendimin tim përmes protestës, nuk kam lëvizur, kam nisur të filmoj. Nga veprimet e tyre, një prej ngrosseve më ka goditur. Do dhem tek spitali i traumës ku po kryej ekzaminimet. Sërish do kthehem në shesh. Edi Rama, unë nuk të kam frikë, përkundrazi. Ti e kreu i një bande dhe do mbash përgjegjësi. I bëj thirrje kujdo të bashkohet kundër hajdutëve, shkruan Lapaj në rrjetet sociale. 2026 nisi me një protestë nga Shqipëria bëhet për të kërkuar rrëzimin e Edi Ramos nga pushteti dhe formimin e një qeverie tranzitore me mandat 1 vjeçar. Adriatik Lapaj madje tha se kush mund ta drejtojë qeverinë tranzitore që sipas tij nuk duhet jetë me politikan, por me profesionistë të pavarur. Largimin e Edi Ramos dhe qeveri teknike kërkon edhe PD, por Lapaj duket larg bashkimit të forcave me partinë më të madhe opozitare, dhe shkaku nuk duket se janë veç flamujt partjak. Për 28 ditësh ai, së bashku me mbështetës të Shqipëria bëhet, qëndrojnë përpara godinës së qeverisë dhe vetëm rezistenca sipas Lapajt mund ta rrëzojë qeverinë Rama 4, edhe pse i sheh si dy lider të ngjashëm, ai përjashton mundësinë që Edi Rama të rrëzohet me të njëjtin skenar si Nicolas Maduro në Venezuelë. Pashtu Lapaj nuk e fsheh komunikimin me ndërkombëtarët në Tiranë. Gjatë kohës që qytetarët flisnin mbi podium, mbështetësit e Lapajt ngritën një çadër me mekanizma metalik si një formë për t'i mbrojtur ata nga temperaturat e ulta dhe rreshjet e shiut, një veprim që nuk u kundërshtua nga forcat e rendit, por shkaktoi një përplasje mes protestuesve dhe oficerëve civil të policisë, të cilët filmonin protestën. Pas largimit të mediave nga bulevardi, çadra u çmontua nga forcat e rendit, pavarësisht qëndresës nga ana e protestuesve. Përveç se çadrave, policia shoqëroi edhe disa nga mbështetësit e Lapajt, të cilët kundërshtuan forcat e rendit.